është i gatshëm t'i ver flakën Shqipërisë, t'i ver flakën integrimit Europian Shqipërisë për pushtetin dhe për karrigen e tani, në këtë moment që është Berisha dhe në këtë moment që është Rama dhe kjo mazhorancë. Berisha përmend pafundësisht kilometrin e fundit. Fillimisht ju jeni dakord me përgjigjet shkurtra të lutem. Për këtë kilometrin e fundit se jemi dhe nuk u përgjigjet pak momente më parë nëse jemi pranë kësaj qeverisë kujdestare që ju thoni, pretendoni dhe jakoni për gjatë gjithë. Kjo është betejë e opozitës dhe nuk është betejë për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Pra vetëm për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Kjo është një betejë sepse shqiptarët e kanë jetike në sidat. Nëse ne nuk ndërgjegjësohemi për këtë, garantimin e zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Çdo gjë, vetëm një fjali, çdo gjë që prolong ky sistemi që ne po flasim që është ngritur, është rrjelloj i korrupsionit zgjedhor. Një pushtet që është bler përmes parave të pista dhe përmes krimit organizuar, do të proloj këtë lloj qeverisje. Pa asnjë diskutim. Orët e Edi Ramës kanë shkuar mbrapa prej kohësh tashmë. Qofse juve ju duket normale sjellja e këtij njeriu edhe në konferencë që bënte sot. Por Rama thotë këto janë ëndrat e opozitës për shembull. Po dhe arrestimi Belinda Balluku deri para 6 muajsh, këtë studio kemi qenë e quanin gjithë ëndër të opozitës. Dikush mund thoshte edhe ëndër e Gazmend Bardit ku në fushat i thoja zonjë ti do shkosh në burg. Nëse nuk dorëzohet mandati. Jo, të garantoj unë se nëse nuk dorëzohet mandati. Po më dëgjoj një sekond. Edhe Sajmir Tahiri u mbrojt një herë nga Edi Rama, mas 6 muaj shkoi në burg dhe e dim sot se ku është. Pra këta thjesht fitojnë kohë sepse halli më të madh nuk e ka Belinda Balluku, e ka Edi Rama, po e them për të disatën herë. Një njeri që ngrihet në gjes edhe thot, unë do ndryshoj kodin penal, kodin e procedurës penale, do ndryshoj mundësisht kushtetutën, pra ky do ndryshoj çdo ligj vetëm e vetëm që shpëtoj veten nga drejtësia. Kush e bën këtë? Një njeri që është i lumtur, një njeri që është i qetë, një njeri që shef përpara pushtet të gjatë të vetin, apo një njeri në hall që po i rrshkjasin këmbët e pushtetit tij nga ora në orë. Sepse jemi në fund fare dhe Partia Demokratike ka edhe zgjedhjet në prill. Për gjithë ata, edhe ndër ju, që mendojnë që... Duke qenë si ka në prill, më ftot diku nga marsi dhe unë vi dhe flas për Dakor, po një pyetje do ta bëj. Sepse nëse mi bën sot pyetjet për në prill, ju garantoj që deri në maj unë nuk vi bën në studio se s'kam për çat flas. Do vish në studio, s'ke ardhur gjithmonë dhe të mirëpresim, por zoti Bardi, për gjithë ata që mendojnë edhe brenda familjes tuaj politike, që ka mbaruar koha e Sali Berishës, do të ketë zgjedhje. Ju e shikoni veten dikur, apo nuk e di shumë shpejt afër, apo se di si kryetari Partisë Demokratike apo në post drejtues? Unë mendoj që ka mbaruar koha e Edi Ramës dhe bën 2 orë për gjithë ato që duhet të rishpiket Partia Demokratike, çfarë nën kupton me 2 orë emision rishpikje është ajo që Partia Demokratike është duke bërë, ta afrojë sa më shumë intelektual, të rinj, t'i ketë dyert hapur për pruaret e reja. Po e shohim. Vetëm se keni pari, unë për shembull dje isha në një darkë për nder të delegacionit PPS që kisha ardhur në Shqipëri dhe ishte një darkë, po për shembull një djalë që folin protestë, ju nuk e kishit parë një herë. Është një prurje e re nga diaspora që pe kontribut për Partinë Demokratike. Dhe u garantoj se ai në Partinë Demokratike kam njohur dje, nuk i njihja një pjesë prej tyre sepse bëjmë punë pas kamerave, ndonjëherë bëjmë më shumë përshtypje ata para kamerave. S'është vërtet, dhe në parlament ka një numër të konsiderueshëm deputetëve të ri të grupit parlamentar të Zoti Bardi, do i Partisë përgjigjeni pyetjes Demokratike. time? Pyetja juaj ishte nëse kam unë në këtë moment ambicie për drejtuar Partinë Apo për t'ju Demokratike. përgjigjur gjithëve atyre që ju shohin aty. I qëndroj të njëjtës përgjigje Jeni që kam figure dhënë. konsoliduar e I pëlqyeshme. qëndroj të njëjtës përgjigje që kam dhënë pa kohë më parë nëse s'gaboj po në studion tuaj në një emision me një titull tjetër që lidhet me Edhe një herë, pra, për gjithë ata që vinë rishtas si publik. Në këtë moment që flasim, unë nuk kam asnjë ambicie për të drejtuar Partinë Demokratike. Nëse ua kërkon vetë Berisha? Përgjigjja ime është kjo, në këtë moment unë nuk kam asnjë ambicie për të drejtuar Partinë Demokratike. Mirë, do të sillte një moment tjetër apo do të ishte e njëjta? Marsi do e thotë. Shiko, në politik asnjëherë nuk ka
përgjigje, po themi që sidomos që lidhe me karrierën, se cili për nesh që është në politik, dëshiron të ketë karrierë më të mirë vetëm politike. Por, unë flasë për atë pozicion që kam në këtë moment në këto rrethana. Nuk kam asnjë ambicje të kësaj natyre. Dakor. Përjashtimi i Salianit, çfarë ishte për Partinë Demokratike? Vetë përjashtimi. Edhe për këtë kam folur, nuk besoj që humbi minutat me gjërat që i kemi thënë në këto studio i kam. Nga Arioni dhe zoti Lubonja nga një pyetje shkurt lutem për zotin Bardhi se duhet ta mbyllim. Në fakt, kisha një pyetje, po e bëjnë në formë pyetje, kisha një parashtrim, do të thënë në ditën e protestës të shtunës. Ideja është që fatkeqësisht ky sistemi që ka krijuar Rama, që kemi diskutuar disa herë, ngjan shumë është shumë i fortë, është bërë shumë i fortë tani. Dhe ngjan shumë me Serbinë. Edhe shkrimet e fundit në median serbe, në median ndërkombëtare për situatën në Serbi thoshte edhe përfaqësues e Parlamentit Evropian këtë koment kishin bërë për Ramën, ishte në të njëjtën gjendje me Vučić. Edhe kanë krahasuar atë. Dhe media e pasqyron media, atë thoshte si ka mundësi që nuk bie Vučić. Thoshte media perëndimore se gjithë skandalet, gjithë këto kaq kohë, po prap nuk bie. Pra opozita dobësohet. Atje bile studentët tani duan të krijojnë parti dhe protestat kanë rënë. Duhen të futen politik, por nuk pranojnë aleat. Ngjan shumë e partitë e vogla këtu që duan të rrëzojnë Ramën. Dhe një problem që opozita gjithashtu është e fragmentarizuar, është më radikale se e zotit Vučić, kështu që edhe këtu ngjan. Pra opozita ka një punë shumë të vështirë, pra. Domethënë ndërkohë duhet të jetë shumë rezistente, duhet të bëjë gjitha, duhet të jetë e bukur, e fortë, e mirë, e pastër, e fuqishme, e masive. Pra duhet të jetë me ndërkombëtarë, duhet të jetë edhe me spakun, duhet të jetë edhe me të rinj, duhet të ketë në shesh, duhet të ketë masivitet. Është trashur shumë e keqja Edi Ramës dhe ai blen, i ka bler. E kupton, i ka bler shumë eksponent në përrethe. Se ne themi në Tiranë bëjmë politikë, ai ka gryer nga poshtë Partinë Demokratike dhe opozitën. Është shumë të vështirë për momentin tani, nuk edhe ato Molotovët dhe ato po të bëjmë gjithë bashk, dakord, thash është ajo të gjitha. Mos e mbajtur vëmendjen tek patjetër që opozita ka probleme. Jo se janë problemet, është tereni i tillë, pra, është tereni i tillë. Në të se kam, edhe viti 13 i opozitës sigurisht na e bën më të vështirë me radhë, por unë kam përshtypjen që në këtë vend të bekuar nga Zoti, që quhet Shqipëri, ka më shumë njerëz që mendojmë si ne të pesë në këtë studio sot, se sa ata që mendojnë një lloj me zotrin që u merrte fryma sot në 100 minuta, për ta marrë pushtetin pas një vjedhje kaq të madhe që ka lënë edhe një gropë të madhe që do hyllë zoti Rama. Patjetër që kjo katastrofë që ka lënë zoti Rama ka nevojë për një qeverisje të përgjegjshme që unë besoj që Partia Demokratike ka gjithë burimet dhe kapacitetet e nevojshme për ta ofruar. Po, zoti Lubonja, pyetja fundit. Unë pyetjen e kam për Trumpin, zoti Bardhi. Hapi një emision të ri. Shkurt, të lutem. Keni shpresë që Trumpi, të cilin se kam dëgjuar një herë të përdori fjalën demokraci, të drejtat e njeriut, do të jetë ndihmës për të rrëzuar Edi Ramën, apo keni frikë se mos Edi Rama ja gjen levën edhe Trumpit? Edhe çfarë ku jeni këtu, sepse kishit një kohë që e mbështetet shumë Rama Duro, do hiqet, do heqi. Si e keni këtë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një partner. Jeni konservator apo jeni liberal në kuptimin edhe kjo pyetje, si parti, me partitë popullore apo me partitë ekstremit djathtë? Shtetet e Bashkuara sigurisht nuk kemi parti ekstremit djathtë. Sovranistë, Le Peni këtej në Europë apo Trumpi? Nuk jemi parti e ekstremit shumë pyetje, po thjesht për marrë djathtë, jemi parti e qendrës djathtë. Pas një diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një partner i çmuar i Partisë Demokratike. Personalisht kam çmuar gjithmonë që marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet mbetet e pa cënueshme. Sigurisht që administrata e re Trump ka disa prioritete. Unë mund t'ju konfirmoj bashkë me kolegen Tabaku, dhe kjo është një gjë që se kam thënë publikisht, bashkë me kolegen Tabaku, gjatë vizitës që ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishim mundësi të zhvillonim 2 takime shumë të rëndësishme në Departamentin Amerikan të Shtetit, me ndihmën sekretarin për Europën dhe ndihmën sekretarin për narkotikët dhe agjencitë ligjzbatuese. Dhe ajo që mund të them
me shumë lumturi është fakti që shqetësime që ngren opozita janë edhe prioritetet e administratës së re të presidentit Trump. Fjala vjen, trafiku i lëndëve narkotike apo lufta ndaj narkotikëve është një prioritet absolut i administratës së re Trump, prej cilës unë kam besimin e plot, e mbarova, që do të përfitoj edhe Shqipëria dhe shqiptarët. 23:10 minuta është ora, kemi te i kaluar çdo minutazh zoti Barbi. Jo për fajin tim edhe të Por ftuarve. gjithsesi unë do ta mbyll me një batutë. Do ta mbyll me një batutë nisur nga një postim i fundit i profesor Lutfi Dervishit. Gjithë këto emisione, thot zoti Dervishi, dhe asnjë nuk na ndriçoi, a mbeti diella ministre apo jo? Diella mbeti ministre, sepse diella, thuaj zotit Lutfi Dervishi, që ka thënë Gazbardi që ditën e parë të emrimit, është vetë Linda Rama. Kur divorcohet nga zonja Rama, Edi Rama, do të shkarkohet edhe diella si ministre. Gjithsesi ishte